gjykata komerciale në themelimin e saj mund të them që ka qenë mbi ngarkuar me lëndë, jo vetëm për nga avëllimi i lëndëve, po edhe për nga kompleksiteti i lëndëve, sepse kemi pranuar mbi 10.000 lëndë nga gjykata tjera, një pjesë e madhe e tyre kanë qenë lëndë të vjetra, cilat janë trajtuar 2-3 herë në disa nivele gjyqësore, lëndë shpesh me elemente të huaja, që vetë procedura është më e komplikuar dhe zgjatet më tepër për më shumë me përfunduar atë lëndë, për shkak se palët gjenden jashtë Kosovës dhe procedurat e ftesave për seanca dhe komunikimit me to shkon përmes ndihmës juridike ndërkombëtare dhe natyrisht ato marrin kohë më të gjatë për me trajtu atë lëndë dhe me marrë epilog përfundimtar. Megjithatë, po them përkundër faktit që kemi pas numër shumë të madh të lëndëve, fillim tepër të madh, megjithatë gjykata komerciale ka arrit ta ketë normën e spastrimit pothuajse aty të dikur 100%, 97-98, pavarësisht mungesës resurseve edhe numrit madh të lëndëve. Megjithatë, me kalimin e kohës ka shku gjendja duke u përmirësuar sepse është rekrutuar edhe staf administrativ, edhe bashkëpunëtor profesional, po edhe numri i gjyqtarëve është arrit. Në këtë periudhë sfidë e veçantë ka qenë lëvizja e gjyqtarëve dhe stafit administrativ, sepse e dini që Kosova në 2-3 vitet e fundit ka qenë në një periudhë kur kanë hyrë në sistem një numër shumë i madh i gjyqtarëve të ri, cilët kryesisht janë nga bashkëpunëtorët aktual të gjykatave. Pothuajse çdo cikël disa prej bashkëpunëtorëve kanë kalu gjyqtarë dhe kanë met pozitat e tyre vakante. Po ashtu lëvizjet e gjyqtarëve nga niveli i shkollës parë, në dhomat e shkollës dytë, prej dhomave të shkollës dytë në gjykatën supreme, kanë shkaktuar probleme veta sepse për secilën pozitë që është dashur me zaventsu gjyqtarin e ka marrë procedurën e kohën e vet dhe kjo natyrisht ka pas efekt drejt për drejt edhe në performancën e gjykatës si tërësi. Megjithatë, tash mund konstatoj që numri i gjyqtarëve është i mjaftueshëm për këtë gjykatë, sepse është plotësuar numri prej i kërkuar me ligj, numri minimal i kërkuar me ligj, dhe me kalimin e lëndëve administrative në gjykatën e re administrative, numri i lëndëve në gjykatën komerciale do të zoglohet për rreth 4.000 lëndë dhe do të kemi afërsisht diku rreth 6.000 lëndë, cilat do të trajtohen nga gjykata komerciale. Me numrin aktual të lëndëve dhe me numrin aktual të gjyqtarëve, konsideroj që për një periudhë shumë shkurt do ta bijem gjykatën në një nivel ku përmbushen standardet e CEPEZ-it për trajtimin e lëndëve brenda 2 viteve nga data e pranimit të lëndës në gjykatë.